Ja ku jemi gjithë familja, 2 persona që ne tallim më shumë në skandale, Gjesi mungon, por gjithsesi do jetë diku këtu, duke bërtit. Misi sot është bërë një mix i Joni dhe i Fatosit. Fatosi është bërë si blue screeni. Dhe i vendosim ta heqim parë. Dani pa trup aty. Nëse sot nuk e kemi motofon guys, po kemi Fatos TikTosi. O zot, të lutem. Porosi. Thank you for the free promo. Bëj atë që ti di të bësh më mirë. Bullizoje në maksimum. Faleminderit. Se e meriton. I përcjellim 2 starsa të kanë përgjuar. Hajde ku gjardi ku. Ju dua kale, jemi lesh! Për ju që nuk e dinit, ishte të linja Julit. E din dhe gosh? E din dhe gosh? Dhe unë si kolegu i saj më mirë, shoku i saj më mirë, e tjerë. Më traumatizoj. Unë i kam si një nga ato goca që bëjnë surpriza në shtëpi, por me një twist. I kam thënë që Juli është çun dhe është bërë synet. Hajde që do ta takoj. Si e? Ç'kemi? Qa vërë mirë? Si e? Këse na shkelin. Si e, qa vërë mirë? Mirë. Shumë faleminderit para punës. Juli po na pret mrena. Okej. Kështu që vazhdojmë. Unë do të them për një moment rish pak te pishina, pastaj do të nxjerr Julin. Okej, shtypim surprizën, lexojmë letrën. Shumë faleminderit, hajde. Keni pas shumë punë? Kemi pasur tani që është kjo sezoni verës sidomos. Juli! Pa. Hajde pa. Që ka? Nëse kam një surprizë për ty. Qa bëtë si jeni i bëf mirë? Yusha! Kuj? Nga i kostuti. Për të zvolu! Ali qa bënë si jenë? Ma i sytë mil. O, tes, mos s'kam nerë. Atja? Bëjt, ja, bëjt. Okej, hapit ashe. Në bë surprizë, Juli, vazhdo. Shëshëri që tanë. I dashur Juli, sot është një ditë e veçantë, një ditë që do të mbetet gjithmonë në kujtimet e tua dhe zemrat e gjithë atyre që të duan. Me rastin e synetlikut tënd, dua të të uroj nga zemra shëndet, lumturi dhe një jetë të mbushur me bekime. Duket sikur dje ishe një vogëlush që hidhte hapat e parë, ndërsa sot po rritesh çdo ditë më shumë, duke sjellë gëzim dhe krenari në familjen tënde. Çdo buzëqeshje e jotja, çdo ëndër dhe çdo sukses i vogël e bën më të bukur jetën e njerëzve që të kanë pranë. Uroj që të rritesh i fortë dhe me karakter, i mirë në zemër dhe i pasur me dashuri për njerëzit. Qoftë rruga jote e ndriçuar nga shpresa, mirësia dhe besimi. Në çdo hap që do të hedhësh, të shoqërojnë lumturia, suksesi dhe bekimi i Zotit. Kjo ditë nuk është vetëm një fest, por edhe një moment i rëndësishëm për rrugtimin tënd. Prandaj shijoje me zemër, i rrethuar nga dashuria e familjes, për qafimet e të afërmve dhe urimet e të gjithë atyre që të duan pa mas. Juli i dashur, mbaje gjithmonë këtë buzëqeshje të bukur që ke sot. Uroj që vitet të kalojnë, por zemra jote të mbetet po aq e pastër e sinqertë dhe plot dritë sa tani. Ti je një dhuratë e çmuar për familjen tënde dhe një burim gëzimi për të gjithë ne. Me shumë dashuri, krenari dhe urime të pafundme në këtë ditë të veçantë. Të urojmë një jetë të mbushur me shëndet, lumturi, mbarësi dhe ëndra të realizuara. Gëzuar synetlikun, Juli. U rrit i mbar, i lumtur dhe gjithmonë i rrethuar nga dashuria e njerëzve që të duan. Së faleminderit. Asgjë të lutem. Jo, ka Juli. I kokota. Thashë mos ishe bërë kështu, surprizë vetes. Së faleminderit shumë mirë. Asgjë. Faleminderit juve para punës. Unë që kam të linë e varja, s'ka që. Nuk kam për synet më parë. Ishte të linje një synetliku ka bërë. Okej, edhe një shi. Urrica. Urrica. Së faleminderit. Faleminderit juve. Do të vras, do të mys. Dhe për ta mbyllur, unë mërzita pak Julin, po s'ka gjë se e mbyllëm tamam e mbyllëm. Qave, unë gjava. Ciao. Ky më tallë pra. Dyre dole në buka da. Ajde, Të shkejta, dhe sa u shokua ja. Ajo, s'ka që varja unë, varja unë. Është okej. Po, bire se ne për ne i bëmë kështu. Ajo shkejta mi dha mu. Kujtë si kam bërë surprizë zetës. Merti, hanë tortën pak. Po ja tras dhe këta të vinde, si të këndoj kërënës që bëjmë herë tjerë. Të që një mesazh pas e po në këta. Po, që ajo se do të vinë. Vërime se ne përriku. Që ti vendasë ta. Bizar, shkujta. Në shkujte? Shma gati linjën.
Gjenjë kështu t'i ndezur. A shëri të rason? E thyrë ti më mërë që i vej vetën ka. No. A shëri të ras. E pa mesazhi më së dritë në qitë. E kam parë. Ase, për jasë të i marrë kështu se... Ose janë e ka parë, fotosi e ka Derisa të parë. vinë ata... Merë, vërë Ata lasë. kjetë të razë. Alti, ka shkojt Juli ke grupi për me uro të linje mos hajte sipër. Mos hajte, okej? Ka shkojt Juli sipër për me uro të linje në kështu ashtu, mos hajteni, okej? Sa mund, thjesht mos hajteni për me, hajte. Oj, mis. Ka shkojt Juli te grupi për me ardhë një uro të linje në sipër, po mos hajte. Sa mund, mos hajte se të i bëj kështu preng, mërzitet. Kosti, ka shkujt Juli te grupi për me herë poshtë një hodit linjë që mos hajte. Mos hajte. Okej, direkti. Po përtoja. Mos hajte se të vim pastaj. Kosti, ka shkujt Juli te grupi poshtë për me herë një hodit linjë mos hajte. Në të mund kur, të avim kështë si prej. Okej? Ka për të mërzit, po, hajte. Kenti. Ka shkujt Juli te grupi për me i knu ditë linjën, i knu kështu tortën e kështu, mos hajte, të them unë kur të vish. Mos hajte se du t'i bëj preng kështu të mërzitet. Okej? Pusho! O des. I thash, po, Kosti është në punë, ai to si po bënte montazhin. Po 2 sekonda. I thash, hajta ta nezën se e bëm nash. Po vetëm. A hezë me zemër mu? O zemër. O, jol! E si themon, vim prapë me tem. O, jol, nuk i të shajt. Më të nuk jem regull. Zemër pasi. Po mirë zemër se 2 sekonda i thash. 2 sekonda i thash bëj montazhin, tha i Kosti, se ka tosi. Kosti po bënde marketing, mos qaj ullë më se janë fut kohë të shi. Hajde e bëjmë bashkë. Qa është jo? O jull, ball. Zemër se më kam për të. Mos janë fut kohë të shi, e bëjmë bashkë. Oreksi, mos a ha. I thash atyre, nuk është se thanë gjë, thanë edhe ishin, po... Po të ndjemin si moro. Mos qaj të shi, o jull. Hajde, fryt të pakta. Po, gjysma i qëri. A të më djek gishti për zonë. Zë, që të më të shi, ishe pa kamen? Që të më të shi? Se zoj marrë me zarë, zë unë i thash. Zemër për një. Kishin punë, zë marrë. Fakti një. Mi, heku jam, sta për ishin. Po bravo. Po bravi edhe unë. 27. S'kam kësi përgjitje ty? I kam pa gjithë mesazhe. Na ujë, mos qaj të O shikoj. zemër e për ikse s'është normal. Unë kam qenë për gjithë, për O zonë. mi e s'ka gjë. Pa e c'mi, kujtoj a i ditë tjetë, po t'kënë ditë linjën ata. Mos qaj të shima, ha. Po s'do qash më ditë linja, Jull. S'ti është zhenjive, s'ka në ishë. Ha, s'ka gjë. Sepse më zhjide fryt është. Si. Ma mërzitat! Ma mërzitat! Shumurime për ty, shumurime për Julin, shumurime për ty. Nisi! I ta shumë këre që mos vini. Si të shini një jemi kombinuar me pajtina e Jumbo Snacks. Unë i kam verdë dhe vdes për djathë, marroj, po këto janë preferuaret e mia. Nëse E Juli sa ka, spicy. si që është Juli, vetë Me spicy. sweet chili. Sweet chili e ëmbël për e zjarë. E di kush është gjëja më e mirë që ka ndodhur këtë muajin e fundit, Gjesi dhe Megli. Mua dhe Meglit më janë dobësuar krahët. Po pse përfshi dhe Meglin këtu se kuptoj?
E di çfarë gjë më mirë që më ka dhënë këtë kohë? Mua dhe shoqësia ime obeze, ne ndopsu të dyjave krahët, Migli. Po për vetëm. E Gjesi aty që kanë nënkuptuar që janë shëndosh. Mbyllja e gojës, Gjesi. Mbyllja e gojës. Mbyllja e Si gojës. është kjo, mësoni pak ju lutem. Mbyllja e gojës. Ti ishte një mekanizëm ose një formull për t'ja mbyll gojen. Ua, kishte mbyll të trejave me kohë shpirt. Nuk do bëni 2 sezone pa manual. Do flasim për Friends with Benefits. Unë me statistikat që kam në mendje, që kam parë vetë, Statistika që kam mbledhur Gjesi vetë, a kupto? Me statistika që kam në mendje, duke marrë parasysh që unë jam marrë me 20 copë brenda 20 viteve, mendoj që I kthejmë në përqindje, del. Kurse Friends with Benefits ju të dy ulin dhe thoni, ne të dy shkojmë shumë mirë bashkë, seksi është shumë i mirë, po unë nuk të shikoj ty si material marrëdhënie, të kam shok, të kam vlla. Kam vlla, prandaj mi bashk. Unë të shiko, nuk të shoh fare ty si për më shumë, sinqerisht, po më shumë se shok, mund t'jemi vlezër. Hajde jemi sa herë duam edhe pastaj mund t'jemi vlezër, kupto? Incesti këto. Më tregu pak për këtë momentin, domethënë si është të kesh një shok me benefite, si merr në telefon ti për atë për shembull dhe i thua, dëgjoj, X, do dalim pim një kafe dhe pastaj pasi pini kafe i fusni dhe një Pse po i drejtohet Xhesit? O Xhesi, më tregosh pak në statistika që ti ke mbledhur. A si është të kesh një... E kupton Xhesi falo go. se ka me Gjesi ose ka thënë kafe. Jo. Nuk ka thënë. Nuk bie Xhesi me njerëz me kafe. Ti seks nuk bësar del kafe, seks më ndodhi një herë në sa kur një shok në nevojë të vjen, si thot, në Ose ma nuk është të grupi kafe, përse unë kam pas goxha njerëz nevojë, më thënë shok, shoqëria që Vinin të dera, më kërkonin seks edhe I kam ndihmuar qi. Ato mi herë thosha patjetër unë që më për shok nevojë jap maksimumin bëj timen. në rrezik e në nevojë, shoku ta ndihmoj. Mund ta fusi do logoj. Shoku. ndoshta për shembull ti atë person duket shumë i mirë si person, si shok, si thjesht për seks, po nuk e mendon si për shembull më marr Pastor situation, më bajnë ëndrave. Ndoshta ti je shef ato si shok, po si babai në ëndrave tuaja. Babai në ëndrave. Babi ëndrave të mia. O Xhesi. Ka filloj babai fëmijëve të mi, babai ose mos ta kam babë, kështu që po shoh një mashkull mosha ime, po nuk të shoh dot si babi në ëndrave të mia. Nuk të shoh dot, nuk mund të jesh babushi im. Nuk mund të jesh babushi im, një deri. Friends with Benefits, të dy ju keni folur dhe keni ndarë që këto janë gjërat, kjo është situata, o do rrim kështu, o do rrim. Në shkruhet në një gjë apo është gojarisht? Gojarisht. Çdo gjë gojarisht. Gojarisht. Always for good. Pro marrëveshjeve gojarisht. Ju e dini që nuk është se ke për detyrim ta pyesësh ku je, çfarë bën, mirë llogari etj etj, nuk keni asnjë lloj detyrimi të tillë kundër njëri tjetrit, edhe pse në opinionin tim Friends with Benefits mund të jetë vetëm për njëri tjetrin. O Xhesi jeta ime ti hopeless romantic. Shika, edhe pse të dy ne, më thënë ai nuk do, po. Prapë si shok, mund martohemi dhe mund t'jetë babi ëndrave të Unë të kërkoj llogari, do të më thotë vetëm e mut me herë, e kupton. Xhesi do Friends with Benefits, që supozohet që janë vetëm shok dhe vetëm unë si ju shok me benefite, do t'i kërkoj llogari do Xhesi. Nuk i del kamza nga shpirti. Se ke shoqe tjerë. Atëherë i bie Friends with Benefits, po ekskluziv. Po s'ka sens. S'ka sens. Pas ka paketa Friends with Benefits. Premium, ekskluziv. Diamond. Me $13.99 ju mund merrni paketën ekskluzive Friends with Benefits. Gjestiana Muka, founder CEO Friends with Benefits ekskluziv. Nëse jam në një marrëdhënie Friends with Benefits dhe njoh dikë që unë mendoj që ka prirje për një lidhje serioze, e bëj pauzë Friends with Benefits dhe vazhdoj Do të ja tjetrin. thosh atij që kam Sa lezetshme Ja, është. bëj pauzë. Shiko, ne nuk do më. Ne do bëjmë seks më bashkë me njëri tjetrin, okay? Unë kam gjetë të që ja kam shumë serioze me të. Priti, rri aty. Po ndoshta mund t'ja thuash që kam njohur dikë. Kupton, aty thjesht largohesh, pas 5 muajsh rithesh prapë çka kam bërë, kam parë qiellin. Erdha unë! Mas 5 muaj u riktheva e fuqishme, e dobishme. Pas qiellin, po me ty të shoh stratosferën. Pas jeni po vetë të prek. Ne kemi një histori që një vajzë na ka thënë që kishin krijuar disa rregulla, në momentin që një rregull cënohej,
Uleshin diskutonin që ç'do bëjmë, e kupton? Kush drejtë në ulet, kemi disa rregulla friends with Marrëveshja benefit. 5 e kontratës së Pa, shpeshur, kështu që duhet të bësh tregoj. Si për herë, ne kemi marrë opinionet e gocave në Instagram, të cilat prap duat ju them që jeni një komunitet fantastik, se për Nuk vone me këtë femra, unë një komunitet gjitha ku. Jeni komunitet fantastik, histori që keni ndarë me ne, fakti që keni trahtu burrat, keni bërë fëmija ashtëmatërsorë, domethënë keni kopila saktë janë ne, domethënë trahtoni dashur. Bravo. Jemi shumë grateful for you. Nuk të kishim një emision pa ju tallë juve. Trahtoni. Vazhdoni që të kemi pa manualin. Ti si unë të emisionit Denisit. Që vulesh paktën t'i bën për qeshur. Clock is shit, Bella Çej like. Ai më kishte qef në fillim, por unë e futa në friend zone dhe qëndruam si shok të ngushtë për rreth 5-6 vite. Një ditë të bukur thjesht bëm seks nga shok të ngushtë, gjëja kaloi në shok me benefite. 5-6 vite. Ik martohu motër. O shpje pa, një ditë të bukur, zemra. Sa më ti bukur sot. Hajde me seks! Ja. A e prezanton ti këtë shokun tënd me benefite të shoqëria? Si jeni? Ky është Juli. Me të shpesh. Por nuk krijojmë ndjenja. Në rastin tënd, që the ti Megri, okay, mund ta kesh pjesë të rrethës shoqëror. Si e prezanton me të dashurin, ti ke lënë? Ose ma këto s'kan limite. Këto nuk kanë limite, ajo thot, Jo, okay. prezantoj me të shtëpis. Greta thot shumë mirë. Shiko, ti si e prezanton me shoqërinë? Gjejtë thot, si e prezanton ti? Me dashurin. Me këtë kur si me të. Naloje! Kemi fantastic! Rikthehet fantastik. Rikthehet fantastic! Does anyone give a fuck? Asgjë. Wow. E kam të tjerë që ta tallim nesër. Na ka qej. Hajde, te shohim. Do të eksplorojmë së bashku vende të reja, aventura të reja, sfida të reja, por fatmirësisht ose fatkeqësisht, udhërfyesi juaj do të jetë i njëjti, jam prapë unë. Udhërthyesi. Hudër e fyesi! Hudër a jonë ti! Me këtë fet, nga kamera këtë bytën është, në shefani. Fantastik. Mirë sa po E lë plan 5 sekonda. Shkreti kameraman. Sfida është të jetoj 24 orë si përmetar, kështu që bëuni gati, lidhni rripin, merrni kokoshkat. Bëu gati, Juli. Lidhni rripin, merr kokoshka nga Jumbo Snacksi. Do m'ja për capo. Mund t'i marrë capo, linderit. Nuk i çojmë brapa se ne ka blue screen. Unë des për këta. Edhe unë. Pyetje që unë kam për të gjithë historianët, kush e solli këtu gur këtu? Pse është kaq i madh dhe pse pikërisht në përmet? Mos ndoshta vallë sepse këto kanë gjithçka përveç zdeti dhe than Unë kur vendi im nuk ka një det dhe i fusi shkëmb. Qa lidhje ka? Unë kur du të bukuroj dhomën, Ata të shkëmbi. do i fusi gur 3 ton dhomë, që s'kisha që me arredu. Kisha det. atë gurin mes qytetit, kush e ka vënë? Perëndia. Rëndia, te. Më majta se nuk kanë det. Pa këtu, më këtu. Më majta se nuk kanë det. A se marroj deti, se s'kisha që mi u dhanë për metit, ma venosi pak të gurin këtu. Se do vi njëri nga Tirana. E do flasi pa lidhje të ky guri, venosi të shkallë, okej? Që tipi mirë. Jetosh një person do të 15.000 lek. 15.000 lek të vjetra? Të vjetra. Po çfarë do harxhosh këtu? Po në Tiranë 15.000 lekë kemi një kafe. Mirë ka. Ku e piti o shpirta 10 kafja bashkë me kamarierin? Minutë që do iki me jetën, ja erë, 2 minutë. Po më marrin me zorë. 1 minutë erë dhe me qafë tjera. E mora unika. Ti gjatë që i ka vdek gruja, oj, shita! Ma shvoj, Lisha, se i shita njamin të shi! I njom! Po më merr me zarë! I njom, i shishëm! Po merr me zarë! Po më merr me... Ej, Gjaxhi! Gjaxhi, Gjaxhi, t'lutem! Mos një Mos e piko. bëjtë, ej! Se pa kamen. Mos e merr me zor, totalisht nuk vi dot. Na ka te kasap, i kanë të kost kasep kur zemi misha këtu. Sa të vjetër janë këto brint? Këto kanë 3 vjetë. Këto brind, ato brirë, këto brind të egicit sa. O zema, kjo veshka këtu sipër që ke varë, sa e vjetër është? Ky femuri që ke varë, sipër sa e vjetër është? Po ky Gjaxhi serial killer, kam ca kocka mrena, disa persona dhe para te. Okej. Tozi shkret, çdo gjë për content, po, futemi. E kamerman një shkret. Tozi me lëvizje me muzikën. Let's go! Ka trupa të vdekur, oh!
Let's go here. Gëzuar Sadik, mirë se të gjeta nëpërmet. Si e gëzuar. Sadiku, bravo Sadik. Nuk kam pa the sassiest Raki Pires ever. Jo, nuk e pranojmë, më ofendon. Jo, kaç. Jo. Vendon kap. Jo, Sadik. Do më mësosh mua pak? Po mësoj. Se më duket un kam pak ritëm. Ti me cilën dorë i bie? Me këtë këtej? Të te? Jo, me të dyja i bi parë, kam. Mësoje kam. Varet me këmaj telefon. Po pse ti nuk i bie me djalë? Kam pak ritëm do Fatosi. Ta më mek që kjo gjë nuk mbaron dhe ata bëjnë sa bëjnë kështu. Fatosi. Për qetësia që Fatosi thjesht nuk ka si muzika që vetëm Fatosi është kështu, këta janë shkretet janë. Mbaro të lutem. Është si mannequin challenge. Është 15 sekonda, është tortur. Unë me ju. Ek! Me ka! Tani un kam përfaqësuesen tuaj. Si quhesh? Blerina. Blerina ti je Beyoncé e grupit? Ato gocat mrapa të fuck? A ka plas sherri aty mrapa për ai Fatosi. Fatosi, si që është ai Beyoncé të WTF, ja. Apo si janë dhe tre ata, Destiny's Child. Dhe Kelly, e dim që është Kostiani, Michelle, që nuk e një për kush, është Artemisa. Që nga tro gjithmonë koreografi. Mos është me nerva mis. Okej. Po sa cringe atë ti thosh kameraman, ma hapa Ma pa kërën, bëj sikur thash, mbylle mos më shih. Jo, iqe. Kush me dëshirën e plotë të hapte ty ato, o Fatosi. Të dalë brek me ftyrën e Kostian. Këtë pamje, kjo pamje duhet djeg. Nuk di se si Fatosi e ka pak të pamje dhe ka thënë, e disha unë të e fusta. E di qa badi ti. Ka bërë dhe këta kësho. Unë do kem lopat? Po. Pa tjetër. Tani, Adi. Tani, me cilën dorë i bie. Me cilën dorë t'i jap. O, meke. Me njëra lopatë, me tjetërën vazhdoj. Afro pak? Afro pak? E kur dalin gjithë, faleminderit, ishte eksperiencë e bukur. A ka bërë dikush mbre nga Afrika tani? Ja, ti i pari. Veç ti sa. Po ka vesh streq që nuk i duken. Prandaj pra janë zeza këto. Fatosi, rëzova në uj. Pse u bën kaf? U bë vjo sa kaf. Tani, unë e di që ju gratë e përmetit i qani glikot. I bëni më të mira nga gjitha, është e vërtet? Se duhet të bëni. Si ma një. Kam gjuhë që ju gratë e përmetit bëni... Në është e vërtet, e pa ka shkaj, what the fuck? Kam gjuar. Ja ka pu dhe krau kështu sipër, a? Teta qazime, është e vërtet? A, është shumë e vërtet, Tosi. Apo se kishte të burrin e smur kjo? Merresh bashkë me burrin, apo jo? Jo, ai është i smur. Ai është i smur, kështu që merresh vetëm ti. Mua më thanë që ti e ke kthyer dhe në Bujtin këtë. Jetojnë dhe turista këtu? Hotel. Hotel. Janë biznesmene, hotel. Me hotel, mund të shkojmë të një nga dhoma. Se kam punë e smur. Po me që kjo e imiton. Hotelit. Hotel, hej. Dhe në përmet jam me atë përmetarin më të famshëm, ai që ka shkruar dhe me DiCaprion. E dion mirë se ke ardhur në... Who the fuck is this? Jam atë, përmetari më të famshëm. Njërë si Denisi që ftonë shok të vetë në emision. Jam atë, Alexander Frank. Jo, është shoku im, komedian. Kështu është dhe Fatosi këtu, përmetari më i famshëm. Ju lë në shoqërinë e kësaj panorame fantastike. Deri në episodin e radhës, mos harroni që lumturia ndonjëherë gjendet dhe në gjëra të vockla. Pace. Kështu e ka thënë ai? Vockla? Lumturia që... Lumturia gjenë... Nga që ka të vogël, prandaj do të njetë një. Ska që një filozof shumë i madh, lumturia gjenë... Gjete vockla, Ciao. Nëse e mbyllim me Fatosin.
Love Fatostic. Bëni për reklamë, pëlqen që kemi një platformë tjetër ku mund ta tallim. Nga OTF-ja, kalojmë te Fatostic. Hap në gjë tjetër, Hap në gjë tjetër Tosi, okay? Gojën e Tosit 2. Dhe me që ishim të ditëlinje, të më thënë e Julit, se imja edhe pak do. Do ta kthej 3 fish. Okay, Saktë. let's see, bitch. Ne, do të peshe kemi top 5 ditëlinje më të bukura të Starsave. Më thënë, është kjo teoria që janë ca data që janë më të bukura se datat e tjera. Të ngjise. Për shembull, ne kam 18 korrik, edhe është datë kod. Mua të më vrasësh ditëlinjen e disë nuk e mbaj dot mend, ky nuk më beson në caroj. Okay. Që kam të shënuar. If you wanted, you would. Nejse. Top 5 ditëlinje më të bukura janë këto. Kur që ka pas bërë këtë? Se më mend. Ason. Vendi 5, Vlera Çelaj. Vlera ka me datë 25 qershor. Është datë shumë fikse, është dhe qershor, është verë e bukur. Vlera Çelaj 25 ka kudo, zonjë musha. TikTokun, Instagramin, LinkedIn e ka, mund të mendosh është 25 vjeçe, desa e shef. Por jo, është ditëlinja e saj. Dhe është 40. Vendi 4 Juli? Dhe me që ishim të qershorin vend 4 jam vetë 7 qershor shumë. Është e bukur. Data 7 është e bukur gjithsesi. Është e bukur. Është e bukur. 7 diell sikur je po plak, numri fatit 7. Ditëlinja je, po ti Unë marr. dukshëm. Dhe kjo na çon tek vendi. Te vendi i 3, që është Kristës Orriku, 15 mars, 15. Është datë fikse, është datë mes muaj. Mes muaj, 15 mars, edhe marsi, kështu si muaj pranveror i lezetshëm. Këtë lek me i bë dhuratë është mes muaj si ka gjë. Njerëzit që po shohin këtë thonë, ta pasan kaluar një episod psikoze. Pse po diskutojmë për data ditëlinjesh, e kupton? Kjo Kristës i zgjat dhe një muaj siç e bëri atëherë te Ghost. Po, e zgjat, bën një 100 video me Marsi është ditëlindja e saj. Dhe kjo na çon te vendi i dytë që është Genti. Genti ka me 1 janar, e kupton? Dhe më kujton një gjë shumë fani e Gentit këtë vit kur ishte viti i ri. Tha gëzoj vitin e ri dhe për ju që nuk e dini, unë kam ditëlindje. Edhe gjithë grupi shkoi të gëzoj vitin e ri gjithë dhe urimet ditëlindje në Genti. Unë të tëru njerëz me muru. Dhe na çon te vendi i parë të shi që është Flori Thomaj. Flori ka ditëlindje shumë të lezetshme, ka 4 i 4 ditë 2000. 4 2000, 4 2000. 2001? Oh my fucking god! Si ishte 6 vjeç ti re? 25. Që ka 25 Flori. Okej, ndjes 4-4-2001. Ne prishi çik tash. E pa do e kalim pra. Flori në vend të dytë, Genti në vend të parë. Kështu do e bëjmë. Dhe me këtë episod nga Juli, puçi puçi. Andale!